Kryesocialisti Edi Rama ka përcjell një mesazh në lidhje me qasjen e mazhorancës ndaj drejtësisë dhe sfidave të mandatit të katërt, duke e përshkruar këtë fazë si një kapitull të ri dhe më të thelluar të përgjegjësisë politike. Të jemi mburoj e pathyeshme e pavarësisë së institucioneve drejtësisë, duke filluar nga SPAK-u, natyrisht, të cilin do të vazhdojmë ta mbështesim pa asnjë ekivok. Sepse përtej të gjitha gjërave që mund mos shkojnë, apo që realisht nuk shkojnë, mësimi nga historia jonë dhe nga të gjitha historitë e atyre që ja kanë dalë në luftrat dhe betejat për të ndërtuar shtetet të së drejtës është që nuk ka një rrugë tjetër. Pavarësia e drejtësisë dhe mbrojtja e saj me çdo kosto edhe mbi trupin tënd është e vetmja rrugë. Dhe ne do të qëndrojmë të palëkundur në të vetmen rrugë. Kreu i qeverisë mori në fjalën e tij një shembull të një rasti të humbur nga shteti në gjykatën e apelit. Kemi humbur një gjyq në apel ku i kërkohet shtetit të paguaj 500.000 euro për një përplasje me makinë përpara një 8 vjetësh në një rrugë ku s'ka pasur lavdi Zotit as të vdekur dhe as plagosur, dhe ku shoferi me bashk shoferen apo shoferin kanë pasur vizionin që të hedhin shtetin në gjyq si rezultat i përplasjes me makinë dhe i rrezikut për jetën. Dhe ndërkohë që janë të panumërt shqiptarët që presin apelin me vite të tëra, ndërkohë që janë flagrante rastet që ne presim apelin e apelit, madje, në gjykatën administrative me muaj të tëra, ky vendim është marrë me një shpejtësi trufeshme brenda një dite dhe shteti është goditur me 500.000 euro. Pra, as për shtetin ne nuk i korrigjojmë dot me dorën tonë, gafat apo poshtërsitë që ndodhin akoma në salet e gjyqeve. Rama shtoi se nga ana tjetër janë të panumërt shqiptarët që presin drejtësi në apel prej vitesh.